Inteligjenca artificiale e Google mëson të lexojë mendimet e pacientëve në koma, biseda e parë telepatike. Peizazhi klinik i neuroshkencës u trondit në mars të vitit 2026 nga rezultatet e protokollit Deep Voice 2.0. Një ekip studiuesish duke integruar modelet gjysore në shkallë të gjerë LLM me imazhe me rezonancë magnetike funksionale në kohë reale, FMRI, arritën të përkthenin aktivitetin metabolik cerebral të një pacienti në një gjendje vegetative të vazhdueshme në vargje tekstesh koherente. Ky nuk është një zbulim i thjesht impulseve motorike, por një nxjerrje vërtet e koncepteve semantike. Inteligjenca artificiale nuk lexon mendimet si një libër, por interpreton. Modelet e aktivizimit të neuroneve të shoqëruara me fjalë dhe gjendje shpirtërore specifike duke rindërtuar rrjedhën komunikuese të subjektit. Rëndësia bioteknike e këtij inovacioni është e pashembullt. Për herë të parë, bariera e heshtjes neurologjike është thyer pa ndihmën e imazheve invazive, duke përdorur algoritme të mësuarit të thella të afta për të filtruar zhurmën e sfondit të trurit në qetësi. Ky sistem dekodimi jo invaziv hap mundësi revolucionare për rehabilitimin dhe përnjohjen e subjektivitetit ligjor dhe klinik të mira pacientëve. Të dhënat e mbledhura tregojnë një saktësi semantike prej rreth 85% duke lejuar pacientëve të shprehë nevojat parsore dhe gjendjet komplekse emocionale, duke shënuar fillimin e epokës komunikimit sintetik të ndërmjetësuar. Në terma praktik, kjo teknologji nuk vëzhgon vetëm se cilat zona të trurit ndriçohen, por mëson të njohë gjuhën vizuale dhe konceptuale të mendjes. Kur pacienti formulon një mendim, inteligjenca artificiale identifikon menjëherë ndryshimet në rrjedhën e gjakut në tru që korrespondojnë me kuptime të caktuara. Në vend që të presë një lëvizje fizike ose një shkreptim të syve shpesh të pamundur, sistemi e përkthen drejt për drejt qëllimin mendor në fjalë të shkruara në një ekran. Në këtë mënyrë, mendimi bëhet veprimi menjëhershëm komunikues, duke u lejuar atyre që janë të bllokuar në trupat e tyre të kthehen në bashkëveprim me botën e jashtme në një mënyrë të thjeshtë dhe natyrale.